Teksa në studion e rubrikës sportive, ishte duke u diskutuar mundësia që kombëtarja shqiptare të drejtohet nga një trajner me shtetësi shqiptare, Ishmes Fushori, Klodian Duro, edhe pse në mënyrë të drejt për drejt ka hedhur kandidaturën për të qenë ai timonieri i kuqezinjve, duke deklaruar: "Trajner shqiptar jam edhe unë, edhe i lirë madje. Më uroni suksese kur të vihem, se tani jemi në studio. Të gjithë trajnerët në krye të kombëtares kanë qenë të përkushtuar dhe punojnë shumë, prandaj kanë atë rrogë. Trajnerët shqiptar nuk futen në listë dhe as kanë për ta pasur atë rrogë. Ju është dhënë një mundësi shumë e artë që nuk e kanë trajnerët shqiptar. Media duhet të jetë më këmbgulse, që kombëtarja të kualifikohet. Dalic i Kroacisë, te Dinamo ka qenë, sot drejton prej 10 vitesh Kroacin me shumë arritje historike. I beson Kroacia, shpirtin, zemrën, gjakun, një trajner shqiptar e ka 10 fishin. Trajneri merr përgjegjësitë e rezultatit, pash ftohtësi tek ekipi, shumë të ngurtë dhe mekanik lojtarët, s'kishte ide si do shkonim në sulm. Lojtarët kanë menaxher nga mbrapa, gabim është po të influencojnë te mendja dhe koka e trajnerit. Shikoj disa gjëra shumë të ftohta. Sot, Muçi është larguar nga grumbullimi, federata e nxjerr të dëmtuar, por do ta shikojmë të shtunën në kampionat duke bërë gol prap. Tek kjo Shqipëria kemi kontribuar të gjithë, deklaroi Duro.